Kapitulli 4. Toka e pushimit. Toka e premtuar ishte një vend të cilin izraelitët duhej ta pushtonin në udhëheqjen e Joshuas. Por ajo ishte po ashtu vendi i pushimit dhe i fitores për izraelitët. Gjithashtu një tokë e premtuar është në pritje të çdo të krishteri që është gati të braktisë endjet e kota në përshkretëtirën e përpjekjeve me forcat e veta dhe të dështimit. Prandaj, përderisa mbetet ende një premtim për të hyrë në prehjen e tij, le të kemi frikë se mos ndonjë nga ju mbetet mbrapa. Në fakt neve si edhe atyre u ishte shpallur lajmi i mirë, por fjala e predikimit nuk u dha dobi atyre, sepse nuk u bashkuam me besimin tek ata që e dëgjuan. Sepse ne që besuam hym në prehje, siç tha ai, nuk do të hyjë në prehjen time, ndonse veprat e tij u bën që nga themelimi i botës. Sepse diku ai ka thënë kështu për të 7 ditë. Dhe Perëndia u pre në të 7 ditë nga të gjitha veprat e tij. Dhe po aty përsëri thot: nuk do të hyjë në prehjen time. Mbasi pra mbetet që disa të hyjnë në të, ndërsa atyre që u shpallur lajmi i mirë më përpara nuk hyn për shkak të mosbesimit të tyre, ai cakton përsëri një ditë. Sot, duke thënë mbas kaq kohe me anë të Davidit: sot në e dëgjofshi zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat tuaja. Sepse në qoftë se Josueu do t'i kishte prirë në prehje, nuk do të kishte folur pas kësaj për një ditë tjetër. Mbetet pra një prehje shabati për popullin e Perëndisë. Sepse kush ka hyrë në prehjen e tij, ka pushuar edhe ai vet nga veprat e tij, ashtu si Perëndia nga të tijat. Hebrejve kapitulli 4, vargu 1 deri në 11. Shumë të krishterë janë të rënduar nga barët të ndryshme. Megjithatë, përpjekjet tona për t'i shkarkuar diku apo për t'ju larguar sa më shumë atyre, ato na ngjiten si balta në këpucë dhe shqetësimi për to mbizotron mendjen tonë. Këto barë janë të mbartura nga jeta jonë para besimtare, dhe Perëndia dëshiron t'i çlirojë të krishterët nga ato. Historia e daljes së Izraelit nga Egjipti dhe hyrja në tokën e premtuar në Kanaan është një ilustrim simbolik i çmimit të plotë që kemi në Jezus Krishtin. Ajo përshkruan me ngjyra të gjalla ndërhyrjen e Zotit në punët njerëzore, si dhe shumëllojshmërinë dhe kompleksitetin e problemeve me të cilat ndeshen njerëzit e Perëndisë. Pali na e vë në dukje se këto gjëra u ndodhin atyre që ne të tjerë të nxjerrim mësim nga ato. Mojsiu, njeriu që mori nga Perëndia 10 urdhëresat e shkruara në gur, nuk i kuptoi udhët e Zotit në vitet e tij të hershme. Ai hoqi dorë nga prestigji dhe privilegjet e dinastisë egjiptiane, me qëllim që të solidarizohej me popullin e Perëndisë. Por doli në mënyrë të nxituar në mbrojtje të drejtave të izraelitëve, në vend që të ndiqte udhëzimet e Perëndisë. Si rrjedhoi e kësaj, erdhi mërgimi i tij 40 vjeçar në shkretëtirën e Sinait. Atje, nga një ferrishte e ndezur zjarr, Perëndia e thirrri dhe e ngarkoi Mojsiun me detyrën që të kthehej në Egjipt dhe të çlironte Izraelin. Mojsiu kishte frikë. Kaq i gjallë ishte kujtimi i dështimit të tij të mëparshëm. Kur Zoti i tha atij të shkonte, ai u përgjigj: ata nuk do të më dëgjojnë. Ai madje nguli këmbë: unë nuk jam njeri i gojës. Mojsiu foli si shumë ambasador të Zotit, të cilët e kanë nisur duke thënë: unë kurrë nuk do të dëshmoj dot për Krishtin. Unë mezi flas. Nuk do të bëhem dot kurrë misionar. Nuk më pëlqejnë merimangat e gjarprind. Nuk mund të fle për tokë. Kurrë s'do ta bëj këtë, sepse kam frikë nga kjo tjetra. E megjithatë, Zoti bëri gjëra të mrekullueshme nëpërmjet Mojsiut. Dalja e Izraelit nga skllavëria e Egjiptit është një ilustrim i çlirimit të krishterit nga skllavëria e mëkatit. Dënimi i Perëndisë ra mbi egjiptianët e papenduar, por jo mbi njerëzit që u shënuan me gjakun e qengjit të Pashkës. Pasi ëngjëlli i vdekjes goditi shtëpinë e egjiptianëve,
Faraoni u dorëzua dhe dha urdhër: "Lërini të shkojnë." Dhe kombi i skleverve u nis për në tokën e premtuar. Nuk kishte ecur shumë kur faraoni ndryshoi mendje dhe u nis pas tyre. Nëse Mojsiu kishte menduar se shqetësimet e tij morën fund pas daljes nga Egjipti, atëherë ai duhet të mësonte se edukimi i tij sapo kishte filluar. Si udhëheqësi i njërit prej operacioneve më të mëdha të historisë, Mojsiut po ecnin mbar punët si bari i 1 milion njerëzve dhe i kopeve të panumërta të kafshëve që ai po çonte drejt hapësirave të gjëra e të sigurta. Por kur reja e pluhurit që ngrihej nga qerret e shpejta të Egjiptit sinjalizoi ndjekjen e tyre prej një ushtrie hakmarrëse, frika i mbuloi refugjatët. "Mojsi," thirrën ata, "ti na solle deri këtu për të na vrarë? Përse nuk na le atje ku ishim? Punët nuk na shkonin edhe aq keq në Egjipt." I rrethuar nga njerëz të pakënaqur, nga ushtarët egjiptianë që po afroheshin dhe që ishin vendosur t'i masakronin ose t'i zinin në robë sërish, si edhe nga dallgët e larta që pengonin ikjen e tyre, Mojsiu dukej se ishte në një situatë të dëshpëruar. Por dukja ishte mashtruese. Mojsiu i thirrri Zotit për ndihmë dhe ju bind pastaj urdhrit të tij për të pritur çlirimin. Ndërsa ujërat e detit u ndan dhe era krijoi një shteg të thatë në mënyrë që izraelitët të kalonin nëpër të. Gati duke mos u besuar syve, ata shpejtuan hapat përmes tij, ndërsa qerret e faraonit nxitonin t'i arrinin. Por ujërat për një herësh u kthyen në vend dhe përpin qerret, egjiptianët dhe faraonin. Satani nuk mbaron punë me ne kur Krishti na çliron për herë të parë nga kthetrat e tij. Natën që u ktheva në besim, dola nga sheshi i parkut Madison në New York, ku sapo kisha pranuar Krishtin dhe u përplasa me një opozitë të fortë. Ajo erdhi në formën e një të riu agresiv që mezi priste të demonstronte burrërinë e tij. Unë kundërshtova një koment të pahishëm të tij rreth vajzave dhe ky boksier rrugësh më hodhi në tokë me një goditje. Ky ishte prezantimi im në jetën e krishterë. E mësova që në fillim se ajo është luftë. Problemet që asi Mojsiu në shkretë të tir ishin probleme që i ka çdo udhëheqës i krishterë. Njerëzit u ankuan për planet, vunë në dyshim motivet e vërteta të Mojsiut, kujtuan me nostalgji ato pakënaqësi që kishin lënë pas dhe në mënyrë disi të ngjashme me kishën e shekullit të 20, ata qaheshin. Ne sigurisht duam të jemi të lirë, por as mund të marrim me vete diçka nga Egjipti? S'duam të jetojmë prap atje, por disa mënyra egjiptiane nuk na bëjnë dëm. Por Perëndia u kishte premtuar atyre një vend pushimi, një tokë ku rrithte qumësh dhe mjalt. Ai kurrë nuk synon që populli i tij të mbahet gjallë me racione mane për gjithnjë. Shkretë e tira që të çon në Kanaan ishte e shkurtër, dhe ata do të kishin hyrë atje menjëherë, por zbuluesit e parë pan vetëm rreziqe dhe armiq në tokën e premtuar. Atje ka gjigant, belbëzuan ata. Ne jemi si milingona para tyre. Kurrë s'do të mund të pushtojmë këtë vend dhe u çmobilizuan për shkak të mosbesimit të tyre ndaj Perëndisë. Sot dëgjojmë e shikojmë të njëjtin mosbesim. Është e pamundur, ka gjigant në ato vende, budizmi, islami, komunizmi e të tjerë. Duhet t'i harrojmë vendet që janë të mbyllura ndaj ungjillit. Kisha ashtu si Izraeli shpesh nuk e kupton se vendi ku është thirrur për të luftuar është po ashtu vendi i pushimit. Kishte 2 budallënj për Krishtin në Izrael, Kalebi dhe Josueu. Ata ishin gati t'i besonin Perëndisë dhe të hidheshin në veprim, dhe në fund ata hyn në tokën e premtuar. Një shumicë e madhe njerëzish u dënuan të endeshin, të vuanin e të vdisnin në shkretë të tir. Sa njerëz kanë parë brezin ton, të cilët me anë të besimit dhe vizionit të tyre kanë treguar me gisht vendin e pushimit shpirtëror dhe nuk u kanë kushtuar vëmendje njeri. E megjithatë, toka e premtuar pret. Nuk mund të kemi një jetë fitoresh në qoftë se jetojmë në shkretëtirën e mosbesimit dhe të mosbindjes. Në qoftë se shkojmë për t'i shërbyer Zotit në Azi, në Evropë apo në Amerikë, apo kudo qoftë, dhe shkojmë me dyshime të ngarkuar me probleme dhe duke luftuar kundërshtarët me forcat tona,
atëherë do të përjetojmë dështime dhe shkurajime të vazhdueshme. Hebrejve kapitulli 4 vargu 10 deklaron se kush ka hyrë në prehjen e tij, ka pushuar edhe ai vet nga veprat e tij, ashtu si Perëndia nga të tijat. Çfarë do lloj pune për Perëndin, e cila mbështetet në përpjekjet tona, në zellin ton, në aftësitë dhe burimet tona, do të dështoj. Vendi ku gjendet fitoria dhe dështimi është vendi i punëve të Perëndis, jo i tonave. Ne duhet jemi aktiv dhe plotësisht në veprim, por fitoria nuk varet nga ne. Kështu që nuk ka arsye për të qenë në ankth. Ne mund të hymë që tani në pushimin e Perëndis, sepse Krishti ka hyrë atje për ne. Kur meditojmë për atë çfarë Krishti ka bërë për ne në kryq, e kuptojmë se Perëndia na ka identifikuar me të vërtet me Krishtin. Me anë të besimit në atë që na dha jetën për ne, jemi kryqëzuar me Krishtin. Jemi njëjtësuar me të me vdekjen e tij. Nëse ti je i krishter, je i kryqëzuar me Krishtin. Nuk është diçka që mund të ndodhë në të ardhmen, nëse besojmë aq sa duhet, apo nëse lutemi efektivisht, ose mësojmë përmendësh edhe 70 vargje të tjera nga Bibla. Jo, ne duhet ta shohim vetveten tek vdesim ndaj mëkatit me Jezusin në kryq, dhe ndërsa syt na hapen për të vërtetën, do të gjejmë veten duke hyrë në pushimin e tij shpirtëror. Ashtu si populli i Izraelit i gjeti ujërat e Jordanit të ndara dhe trashëgimin e tij të shtrirë përpara tij, ndërsa kalonte përtej lumit. Kjo hyrje ndodh kur e kuptojmë se Krishti është gjithçka për ne. Forca, udhëheqësi, shpresa dhe fitoria jonë. Ndonë se betejë nuk ka mbaruar, ankthi dhe frika s'duhet të ekzistojnë më. Disa prej nesh e din me saktësi datën kur kanë pranuar Krishtin në jetën e tyre. Mua më ka ndodhur më 5 mars 1955. Të tjerët kanë pasur një përvojë po kaq reale, por nuk mund ta thonë datën se kur ndodhi. Ata e dinë ama se ajo gjë ka ndodhur. Është e njëjta gjë kur hym në këtë realitet triumfi. Mund të mos jemi në gjendje ta shpjegojmë se si apo se kur ka ndodhur, por e dim se tani jemi në një marrëdhënie të re me Perëndin. Askush nuk mund t'i shërbejë Zotit në mënyrë të efektshme, nëse nuk ka hyrë në këtë jetë besimi qetësues tek Perëndia, në këtë triumf të Krishtit të ringjallur. Sepse pikërisht ashtu siç u identifikuam me të vërtetë me Krishtin në fitoren e tij ndaj mëkatit dhe vdekjes, ashtu identifikohemi me të në jetën e tij të ringjallur. Kjo është fitoria e vërtetë. Kjo është rruga e vetme drejt suksesit në jetën e krishterë. Është rruga e besimit, e të njëjtit besim që na solli shpëtimin. I drejti do të jetojë prej besimit. Romakëve kapitulli 1 vargu 17. Ashtu si e keni marrë Krishtin Jezus, Zotin, ashtu pra ecni në të. Kolosianëve kapitulli 2 vargu 6. Atëherë do të themi bashkë me Palin, por roj, jo më unë, por Krishti rron në mua. Galatasve kapitulli 2 vargu 20. Kur hym në vendin e pushimit të Perëndis, shpëtojmë nga përpjekjet tona egoiste dhe nga shqetësimet që ato sjellin. Ka raste kur mbi tavolinën time të punës ndodhen mbi 100 letra. Shumica me pyetje rreth problemeve të ndryshme. Ku duhet të shkojnë grupet e ungjillizimit? Ku janë parat për t'i financuar ato? Ku do t'i gjejmë automjetet e nevojshme për të dërguar grupet dhe literaturën në destinacionin e duhur? Unë kam mësuar nga letra e parë e Pjetrit kapitulli 5 vargu 7 se çfarë të bëj me të gjitha këto. Duke hedhur gjithë merakun tuaj mbi të, sepse ai kujdeset për ju. Ndonjëherë i them Zotit: Zot, këto letra, këto telegrame janë të gjitha tuat. Unë po shkoj të fle. Gjumi është një bekim i mrekullueshëm, ndaj nuk duhet ta lëm merakun të na e vjedh. Unë nuk e pranoj merakun sepse kam pranuar vendin e pushimit të Perëndis. Unë besoj se Jezus Krishti u kryqëzua për të gjitha hallet e botës. E nëse Zoti Jezus ka bërë këtë, pse duhet që unë të mërzitem për to? Ky qëndrim vlen për çdo fushë të jetës, për çdo ndjenjë inferioriteti, për çdo zhgënjim, për çdo gjë që më shqetëson. Të gjitha këto gjëra nuk mund të më vënë poshtë, veç se po e braktisa këtë vendin tim të pushimit.
sigurinë time në Krishtin. Ne jemi të krishterë dhe si të tillë, na duhet të ecim çdo ditë në shkretëtirën e kësaj bote. Por gjërat tërheqëse të shkretëtirës nuk duhet të hyjnë brenda nesh. Sa herë që ato na shfaqen pa dëshirën tonë në syt, në veshët apo në mendjet tona, qytetari i tokës së premtuar duhet të lutet. Zot, unë kënaqesha me këtë dëfrim kur isha në skllavëri, por tani kam vdekur ndaj ti në Krishtin. Më mbaj në paqen dhe në ringjalljen tënde. Kjo lutje do të na plotësohet sepse e kërkojmë me besim. Toka e premtuar e pushimit në këtë botë nuk është për të fjetur gjumë. Në të duhet të luftojmë, por gjithashtu, aty mund të dëgjosh Zotin tek thotë, do të luftoj unë për ty. Kundërshtimet, rreziqet dhe vështirësitë të rrethojnë, por shpirti yt prehet në fortesën e dashurisë dhe fuqisë së Perëndisë. A do të zgjedhësh ti hyrje në këtë shenjtore në vend të qëndrimit me njërin këmbë në Jordan e në tjetrën në botë? Është gjëja më e mirë që mund të bësh në përgjigje të leximit të këtij libri.